Kthehemi në kohë, zoti Najs, asaj periudhe, kujtoj se ishin dy drejtime në cilën thuhej që do duhet Kosova të veprojë me institucionin e dhomave specializuar. O ta bëj vetë nëpërmjet votimit në parlament, ose të shkojë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara nëpërmjet Këshillit të Sigurimit, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ku nuk është pjesë Kosova, e Këshillit të Sigurimit ku ka forcë Rusia, po njëkohësisht ku ka edhe një pozicion Kina, dhe atë botë insistimi I jashtëm që thoni ju ishte qenë fillimisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nga partnerët perëndimor që Kosova ta bënte vetë një gjë të tillë. Por kaq vite më vonë, kur I rikthehemi asaj periudhe, Kosova e veproi vetë e bëri me një farë po të shohim sot pak a shumë një lloj dukje edhe një lloj përqasje të institucionit dhomave specializuara. Pyetja ime konkrete është, a u bë gabim që u themelua vetë atëherë? A ka mundur të ballafaqohet politika kosovare me atë presion më tutje që mos ta themelojë një institucion të dhomave specializuara? Whether you were right, your government was right. A ka pasur qeveria të drejtë dhe kuvendi të drejtë Yielding to the për external pressure të nënshtruar presionit të jashtëm, e di ka